Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Pas sulmeve të ashpra ndaj Ledionit, topi merr vendimin e papritur për Xhibanin. Raporti mes Xhibanit dhe produksionit të Bigut ka qenë padyshim një nga më të tensionuarit pas përfundimit të sezonit të kaluar. Ish banori nuk i ka kursyer sulmet e vazhdueshme dhe akuzat e forta ndaj topit dhe veçanërisht ndaj moderatorit Ledion Liço. Mes kësaj klime të nxehtë lufte virtuale, askush nuk e priste atë që ndodhi në festën e madhe të organizuar mbrëmjen e djeshme për mbylljen e edicionit. Në një moment të festës, topi ka marrë një vendim mjaft surprizues duke luajtur në sfond një nga këngët e vet Xhibanit. Sigurisht këto pamje nuk i kanë shpëtuar reperit i cili vazhdon të jetë shumë i vëmendshëm ndaj çdo detaji. Ai ka ndarë në Instagramin e tij një video nga festa, ku shfaqet logoja e famshme e Bigut në ekranet e klubit teksa dëgohet hiti i tij. Këtë moment ai e ka shoqëruar me një mbishkrim mjaft ironik. Topi më prish imazhin me imitime tallse. Janë të padrejtë. Topi, bjeri se i bje bukur. Sigurisht ky është një koment ironik.